Nëse jem mbi 40 vjeç dhe ndjen që stili white casual ka mbetur diku në mes shumë i ri dhe shumë i madh, ky video është për ty. Shumë burra e kalojnë të njëjtën gjë. Rrobat që dikur funksiononin, sot nuk të duken më mirë dhe nuk të rrinë më njësoj. Zbulo si të reflektosh stil, pjekuri dhe elegancë pas të 40-tave. Të mbushësh 40 nuk është një vijë fundore, por një version më i përpunuar i vetes. Është ajo fazë ku e di çfarë të pëlqen, por kupton edhe që trupi, qëndrimi dhe ritmi i jetës kanë ndryshuar. Rinia nuk matet më me modë, por me prezencë. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë diçka që shumë burra e neglizhojnë, fuqia e një stili kasual të ndërtuar mirë. Burrat që e zotërojnë këtë art nuk e bëjnë duke grumbulluar veshje, por duke rafinuar syrin dhe kriterin. Prandaj, nëse ndjen që stili yt ka mbetur i bllokuar mes djalit të ri që ishe dikur dhe burrit që je sot, kjo gujt i rishkruan rregullat. Këto janë 5 shtyllat e stilit modern kasual që do ta ndryshojnë mënyrën si vishesh, pa humbur autenticitetin. 1. Pjesët e sipërme. Gjithçka nis nga lart. Ajo që vesh në pjesën e sipërme vendos tonin e pamjes dhe mesazhin që i jep botës, madje para se të flasësh. Nuk të duhet një garderobë e mbushur, mjaftojnë disa pjesë të zgjedhura me mend që mund të shoqërojnë me vite. Fillo me 2 këmisha ikonike, një të bardhë të pastër, pa asnjë kompromis dhe një blu të qelët. E para është ekuivalenti sartorial i një kanavace të bardhë, jep pastërti, elegancë dhe shkaftësi. E dyta sjell afërsi, qetësi dhe një prekje rinore, pa e tepruar. Të dyja funksionojnë si me xhinse të errëta ashtu edhe me chinos të qelta, dhe të dyja plaken me dinjitet, diçka që pas të 40-tave e vlerëson po aq sa rehatin. Kësaj shtoi një polo me strukturë të mirë. Çelësi është te materiali, duhet të ketë trup, të mbaj formën, me jak të fortë dhe prerje që e ndjek siluetën pa shtrënguar. Polo prej pambuku pima, ose përzierje me lino të lehtë, janë ideale, transmetojnë një sofistikim të relaksuar. Edhe një Henley e meriton vendin e vet. Ajo pjesë hibride mes bluzës dhe këmishës, me kopsa përpara, ka një virtyt të veçantë, bashkon casualin e pambukut me punën e detajit. Është perfekte për fundjava, për takime informale, ose për ta kombinuar me një xhaketë të lehtë. Në fund, bluzat bazike cilësore. Dhe këtu është gabimi më i zakonshëm, shumë burra blejnë sasi, jo cilësi. Kërko pambuk të trash, jak të përforcuar dhe ngjyra neutrale, të bardhë, gri, blu të errët ose të zezë. Shmang stampimet, logot dhe materialet e holla që humbin formën shpejt. Pas të 40-tave, thjeshtësia është aleati yt më i fortë. Një bluzë e prerë mirë mund të duket më luksoze se një veshje me markë të dukshme. Dhe duke folur për prerjen, ka një rregull që nuk dështon. Përshtatja e saktë të rinon më shumë se çdo krem fytyre. Qepja e shpatullës duhet të përkojë me fillimin e krahut, gjatësia duhet të bjerë deri rreth mesit të zinxhirit dhe materiali duhet të ndjek lëvizjen pa u ngjitur pas trupit. Të vishesh mirë nuk do të thotë të marrësh masa më të vogla, por të kuptosh proporcionin. Në këtë moshë, stili nuk bërtet, ai flet ulët me autoritet. 2. Pantallonat. Pak burra e kuptojnë se gjysma e suksesit të një loku është te pantallonat. Ato janë themeli i gjithë strukturës. Mund të veshësh këmishën më të mirë në botë, por nëse pantallonat nuk rrinë siç duhet, rezultati bie poshtë. Sekreti është të kesh një bazë të thjeshtë dhe koherente. 3 palë mjaftojnë për ta dominuar casualin, chinos në tone neutrale, blu e errët ose kaki dhe xhinse të errëta pa grisje. Këta 3 aleat funksionojnë gjatë gjithë vitit dhe kombinohen me pothuajse çdo pjesë të sipërme. Bel i mesëm është miku yt më i mirë. As shumë i ulët, sepse e shkurton bustin dhe thekson më shumë se ç'duhet, as shumë i lartë, sepse vizualisht të plakon. Ky prerje e balancon trupin dhe e mban këmishën në vend. Përshtatja duhet të jetë e drejtë ose pak e ngushtuar. Pantallonat tepër të ngushta japin një përshtypje të sforcuar, ndërsa ato shumë të gjera e bëjnë pamjen të duket e pakujdesshme. Gjatësia ideale është fiks mbi këpucë me një thyrje të vogël. Ai detaj milimetrik e dallon dikë që vishet mirë nga dikush që thjesht vesh rroba. Kërko materiale me 1% të lehtë elastani, 2% mjafton që të kesh liri lëvizjeje pa deformuar siluetën. Pas të 40-tave, rehatia bëhet një formë elegance. Sa për ngjyrat, neutrale janë baza e një garderobe të zgjuar. Blu e errët, gri, rër dhe ulliri kombinohen mes tyre dhe transmetojnë pjekuri.
Mos e nënvlerëso fuqinë e një palë pantallonave të hekurosura mirë dhe me material cilësor, e strukturojnë figurën, e hollon pamjen e trupit dhe tregojnë që kujdesesh për detajet. Një këshill kryesore, shmang xhepat me kapak, zinxhiret e panevojshëm dhe zbukurimet. Pantallonat duhet të shoqërojnë, jo të jenë protagoniste. Sofistikimi i vërtet shihet te ajo që nuk përpiqet të tërheqë vëmendje. 3. Shtresat. Një burr me stil e kupton se shtresat nuk të ngrohin vetëm, ato ndërtojnë karakter. Një pallto e mirë, një xhaket apo një kardigan nuk janë thjesht shtesa, janë pjesët që i japin qëllim dhe thellësi një llokju. Për ditët e zakonshme, një bluzë me zinxhir, hodje me zip, e pastër në gri, të zezë ose blu të errët është ideale. Mos e ngatëro me rroba sporti, kërko një model me prerje të strukturuar që e mban formën. Është versioni i pjekur i hodjet adolescent. Kardigani është një tjetër thesar i nënvlerësuar. Modelet me rënje të mirë, prej leshi merino ose pambuku të trash, shtojnë teksturë pa ngurtësi. I kombinuar me këmish ose polo, jep një pamje intelektuale dhe të qetë, pa u dukur formal. Pastaj vjen xhaketa e lehtë, tip bomber, ushtarake ose field. Është pjesa më versatile në garderobë. Mund ta veshësh me xhinse dhe bluzë ose me chinos dhe këmish. Modelet prej pambuku të veshur me dyll, wax to cotton, ose nailoni teknik e balancojnë funksionalitetin me elegancën. Nëse do të investosh vetëm në një shtresë, le të jetë kjo, do ta veshësh 9 muaj të vitit. Për mot më të freskët, pulovri me gjysmë zinxhiri është aleati perfekt. I jep një prekje më të rregullt kombinimeve për zyrë hibride dhe me një bluzë të bardhë poshtë krijon atë kontrast të lehtë që tregon kujdes pa ngurtësi. Prerjet duhet të jenë të pastra, linjat të thjeshta. Materialet e rënda ose me shumë volum priren të shtojnë moshë vizualisht. Zgjidh materiale që bien bukur dhe ngjyra të qeta, blu e errët, gri, jeshile ulliri, camel. Eleganca e të dyzetave është të dukesh rehat, por i kontrolluar. Një burr me shtresën e duhur mund të hyjë kudo pa u sforcuar. Kjo është diferenca mes të veshurit dhe të pasurit stil. 4. Këpucët. Këpucët janë më shumë se një aksesor, janë karta jote e prezantimit. Një burr mund të ketë xhinse dhe bluzë, por nëse këpucët janë të papërlyera dhe në rregull, askush nuk e vën në dyshim stilin e tij. Pas të dyzetave, zgjedhja e këpucëve tregon një gjë, gjykim. Nuk ka më justifikime. 3 palë të zgjedhura mirë mbulojnë pothuajse të gjithë spektrin kasual. Fillo me atlete të bardha prej lëkure. Jo sportive në kuptimin gym, por të pastra, me linja minimaliste, pa logo. Kombinohen me xhinse, chinos dhe madje edhe me kostume të relaksuara. Timbash të pastra është thelbësore, një atlete e bardhë e ndotur e prish çdo llok. Pala e dytë duhet të jetë këpucë lëkure kafe, tip derby ose mokasina. Janë të gjithanshme, elegante dhe e gjejnë pikën e saktë mes formales dhe të relaksuarës. Funksionojnë për dark, takim, apo edhe me xhinse të errëta. E treta, çizme Chelsea ose çupka në tone kafe ose camel. Shtojnë forcë, karakter dhe janë perfekte për klimë të ftohtë ose për ambiente pak më të ashpra. Nga këtu, sekreti është të mirëmbajtja, hidrato lëkurën, kontrollo shollat, ndërro lidhëset. Të marrësh disa minuta çdo javë për këpucët thot më shumë për ty se çdo veshje e shtrenjtë. Mbaje mend, lëkura plaket si ti, nëse kujdesesh për të. Me kohën fiton teksturë, histori dhe autenticitet. Sa i përket ngjyrave, kafeja është mbreti i stilit kasual, shkon me pothuajse gjithçka dhe jep ngrohtësi. Atletet e bardha, nga ana tjetër, janë joker i modern, neutralitet i kthyer në elegancë. 5. Aksesorët. Një burr vërtet elegant nuk kërkon të tërheqë vëmendje, ai përmirëson detajet. Aksesorët nuk janë aty për të shkëlqyer, por për të sugjeruar që mendon për gjithçka. Fillo me një orë. Mund të jetë analoge, digjitale ose smart touch, por duhet t'i përshtatet kyçit të dorës dhe stilit të jetës që bën. Një orë e zgjedhur mirë flet për disiplinë, për kohë të menaxhuar mirë, për pjekuri. Rripi duhet gjithmonë të shoqërojë tonin e këpucëve, kafe me kafe, e zezë me të zezë. Mos kurset e cilësia e lëkurës dhe mos bjerë në tundimin e tokëzave të mëdha ose me logo, luksi i vërtet është te diskrecioni. Për syzet, klasikët nuk dështojnë, aviator, aifarer ose modele të thjeshta drejtkëndore. Chelsea është si të rinë në fytyrë.
Mos bler mod, bler proporcion. Nëse mban unaza, byzylyk ose varëse, le të jenë të thjeshta dhe personale. Një unaz martese, një byzylyk lëkure ose çelik i qetë mjafton. Burri që shkëlqen me tepric e humb magnetizmin e maturisë. Përtej aksesorëve fizik, ka edhe të tjerë të padukshëm që e ngrejnë çdo stil, një mjekër e mirë mbajtur, një aromë e balancuar, një prerje flokësh që mbahet rregullisht. Të gjitha janë pjesë e tërësisë. Nuk është kotësi, është respekt për veten. Kujdesi personal. Edhe kur nuk përmendet, kujdesi është themeli i vërtetë i stilit. Një këmishë e hekurosur, një bluzë pa push dhe këpucë të pastra thonë më shumë se çdo etiket dizajneri. Hekuros jakën e këmishave, kontrollo manshetat, laj bluzat përmbys dhe përdor varëse të përshtatshme. 5 minuta mirëmbajtje mund ta ngrejë të gjithë garderobën. Mbaj edhe një palet ngjyrash koherente. Përdor tone bazë neutrale, blu e errët, gri, kaki dhe shto një ose dy thekse personale si bordo, jeshile ulliri ose mustardë. Kjo krijon harmoni dhe e bën veshjen më të lehtë edhe kur je gjysmë në gjumë. Stili i vërtet pas të 40-tave nuk është të kesh më shumë rroba, por të ndërtosh një sistem ku gjithçka lidhet. Kur garderoba jote është koherente, çdo pjesë i shumë fishon mundësitë e pjesëve të tjera. Qëndrimi, aksesor më i fuqishëm. Në fund, asgjë nga sa thamë më sipër nuk funksionon pa qëndrimin e duhur. Eleganca pas të 40-tave nuk matet me marka apo trende, por me mënyrën si ecën, si flet, si e mban shikimin. Rrobat mund ta përsosin imazhin tënd, por ajo që bin vërtet është një siguri e qetë. Një siguri që nuk konkuron dhe nuk ka nevojë për aprovim. Burri me stil nuk përpiqet të pëlqejë të tjerëve, ai i pëlqen vetes. Eleganca e re kasual është pikërisht kjo, të kuptosh që pjekuria nuk ta ul tërheqjen, por e ripërcakton. Vitet të japin perspektivë dhe stili, kur e mban, bëhet një mënyrë mirënjohjeje për trupin, historinë dhe jetën që ke ndërtuar. Të vishesh mirë pas të 40-tave nuk është një detyrim estetik, por një deklaratë qëllimi. Nuk ka të bëjë me të dukurit më i ri, por me të dukurit në harmoni me burrin që je bërë. Eleganca e pjekur nuk kërkon miratim, ajo thjesht ekziston, e heshtur dhe e fuqishme, në çdo detaj. Na trego në komente cili nga këto shtylla të stilit mashkullor të përfaqëson më shumë, ose cilën je gati ta përmirësosh. Dhe nëse të pëlqeu ky përmbajtje, bëj like, abonoju dhe shpërndaje. Faleminderit që arritët deri këtu. Mbaje mend, stili nuk blihet, stili ndërtohet me qëndrim, koherencë dhe detaj. Shihemi në videon tjetër, ku do të vazhdojmë të eksplorojmë si ta mbajmë elegancën të gjallë në çdo fazë të jetës.